Mikrofoni foltores së kuvendit kësaj radhe as nuk u ndez fare. Gjatë vazhdimit të seancës konstituive të mërkurën, pas propozimit të kryesuesit Avni Dehari për votim të fshehtë, PDK, LDK e AK refuzuan të propozojnë deputetët për anëtar të komisionit numërues. Sidoqoftë, Dehari e vendosi në votim komisionin i cili nuk kaloi. Kemi 56 deputet që kanë dhënë votën për, një është kundër dhe asnjë abstenim. Kështu disa prej deputetëve filluan të dalin nga salla ende pa u mbyllur seanca. Menjëherë, përfaqësuesit e partive ish opozitare shprehen për të disa të herë vendosmërinë që të mos e votojnë Albulena Axhiun për kryetare as në mënyrë të fshehur e as publikisht. Lëvizja vetëvendose e ka marrur shtetin peng dhe po i mban konstruimin e institucioneve peng. Besoj që është e qartë për ju dhe të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se kush është bllokuesi dhe kujt i mungon vullneti politik për të bërë bllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Të vendosur për të mos ndryshuar qëndrim u shprehen edhe nga partia e parë dalë në zgjedhje. Fatkeqësisht përsëri nuk prodhoi rezultat si pasojë e bllokadës që po vazhdojnë ta bëjnë partitë opozitare. Seanca e radhës u caktua për të premten e 9 majit në orën 10.